Sot Serbia dhe bota festojnë ditën e armëpushimit në luftën e parë botërore, e cila është festë zyrtare në Serbi që nga viti 2012 kryeministri i Serbisë Gjuro Macut vendosi një kuror me luljen e monumentin e herojt e panjohur në Aval dhe shkroi në librin përkujtimor se sot me krenari dhe mirënjohje ruajmë kujtimin e heronjve dhe që dhanë jetën për lirinë dhe atdheun në ditën e armëpushimit në luftën e parë botërore. Serbia jo vetëm që përkujton nënshkrimin e armëpushimit të vitit 1918, përkujton me respekt të thella dhe sakrificat e mëdha të bëra nga populli serb gjatë atij konflikti, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë me rastin e kësaj feste. Historiani Aleksandar Guxhić vlerësoi me rastin e ditës së armëpushimit se lufta e madhe mbeti në kujtesën kolektive kombëtare të serbëve si një vuajtje e madhe dhe se Serbia nuk arriti të rikuperohej nga pasojat e asaj lufte edhe pse doli fetimtare. Historiani Milan Gullić beson se dita e armëpushimit e luftës së parë botërore, e cila festohet sot, është një festë e rëndësishme kombëtare sepse në këtë mënyrë Serbia paraqet veten se ishte në luftën e parë botërore një vend fitimtar dhe antar i koalicionit fitues. Profesoresha e Universitetit të Shën Kirillit dhe Metodit në Shkup, Katerina Todorovska, thotë se dita e armëpushimit është një nga datat të rëndësishme në historinë e popullit maqedonas, por që vështirë se e di dikush, dita e armëpushimit është gjithashtu data kur maqedonasit humbën mundësinë për të pasur shtetin e tyre, kujton Todorovska. Para serbëve neveri është një proces i vështirë dhe i gjatë i ndryshimit të dispozitave të pafavorshme të miratuara nga autoritetet e mëparshme shqiptare në 4 komuna sipas drejtorit të strategjisë së Qendrës për Politika Europiane në Beograd Miloš Pavković. Duke komentuar rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë, ai tha se do të përshpejtojnë procesin e heqjes së pushtetit e vetëvendosjes nëse merret parasysh se në zgjedhjet parlamentare ajo parti fitoi më shumë vota se në 27 komuna dhe tani vetëm në 7. Prokuria themelore në Mitrovica urdhëroi pezullimin e numërimit të fletvotimeve në qendrat e numërimit komunal për shkak të parregullsive të raportuara në lidhje me numrat e ndryshëm serial në fletvotimet individuale, njoftoi ky institucion brëmvon. Partia Demokratike e Kosovës njoftoi se për shkak të dyshimeve për manipulim dhe abuzim me fletvotime në Mitrovicën e Jugut, do të paraqes një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Betim Gjosi nga kjo parti theksoi në Facebook se vota është shenjë e demokracisë dhe se Partia Demokratike e Kosovës është e vendosur të mbrojë integritetin e zgjedhjeve. Në publik u ngrit dyshime se në ditën e zgjedhjeve në Mitrovicën e Jugut ashtu quajtur treni bullgar u përdor nga lëvizja vetëvendosja, siç raporton Albanian Post. Ministria e Punëve të Brendshme në mandatin teknik Xhelal Sveqa urdhëroi Inspektoratin e Policisë së Kosovës të hetojnë oficerët e policisë që morin vendimin për të ndalur procesin e numërimit të votave. Në një rast, kompania slovene Cetis, së cilës ju besua shtypja e materialeve zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, njoftoi se mund të garantojë 100% se zgjedhjet janë të rregullta. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Shaqir Lutfien me 10 vjet burg për krime lufte në luftën kundër popullatës civile. Ish antar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, Shaqir Lutfia ndodhet në paraburgim që nga tetori i vitit 2023 dhe aktakuza ngarkon atë për shkeljen e dyshuar të drejtës ndërkombëtare dhe kryerjen e krimit lufte kundër popullatës civile në Prizren nga viti 1998 deri në vitin 1999. Para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, dëshmia e ish ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi dhe Maqedoninë e Veriut dhe antari i ekipit negociator të Richard Holbrooke, Christopher Hill, vazhdoi në procedurën kundër ish udhëheqësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Hill i tha gjykatës se nuk kishte arsye të besonte se Thaçi ishte përfshirë në aktivitete për të cilat ai po gjykohet, as që kishte dëgjuar se ai kishte urdhëruar ndonjë aktivitet të paligjshëm, prandaj thot ai pranoi të dëshmojë në këtë gjykatë.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i ftoftë me ngricat e lehta në lugina me vranësirat e pakta dhe mjegull, ndërsa gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell. Era do të jetë e dobët dhe me drejtim të ndryshueshëm, temperatura më e ulët e ditës do të jetë 0 deri në 7, kurse ajo më e larta ditore nga 12 deri në 18 gradë Celsius.